Pra në Islam divorci ka 3 faza. 2 faza janë faza le të themi quhet divorci i paraprak ose divorci i cili domethënë është i vogël, po nuk çon në ndarjen përfundimtare. Pra kemi ndarjen e parë, kemi ndarjen e dytë dhe kemi ndarjen e tretë. Në Islam, në momentin që ndodh ndarja e tretë, do të thotë se këta njerëz janë haram për njëri tjetrin. Pra, të jetuarit e tyre bashkë është njësoj sikur Kthehen tuaj. po janë të huaj për njëri tjetrin. Atëherë që mos shkojë situata deri këtu, Islami ka sjell 2 barra përpara ose 2 pengesa, 2 faza. që është divorci i parë dhe divorci i dytë. Ai që domethënë çiftet duhet të kenë kujdes është mos lozin shumë me temat e ndarjes dhe divorcit. Pse? Sepse kjo fjala kur thuhet, pastaj zën vend. Edhe nëse njëri ka me shaka apo nëse njëri po tallet, nuk ka tallje dhe shaka me familjen. Familja ka një pozitë shumë të madhe tek Zoti dhe njëri nuk mund të lozi me termat e shkatrimit të familjes. Pra, është një sikur bësh ti kufër duke u tall, por nuk bën më bër kufër duke u tall. Edhe kjo çështje nuk bën bësh kufër më u tall. Pra të bësh ndarje duke bërë shaka apo duke u tall. E rëndësishme. Pra, nëse njeriu duke qenë i vetëdijshëm, duke qenë koshient, shkon dhe e thot fjalën e ndarjes apo vendos për ndarje dhe e deklaron atë, atëherë shihen 2 gjëra. Shihet gjendja e tij, sepse nganjëherë mund të jetë njeriu aq i nxehur saqë nuk e din se çfarë thot. Në këtë rast nuk merret konsiderat. Mirë, po çfarë ndodh? Shumë si njerëz e marrin këtë si një, le të themi, mbrojtje për të thënë se kam qenë i nxehur. Or zotni, nuk ndodh divorci duke hëngër petlla, nuk ndodh divorci duke i thënë trëndafil. Normalisht divorci do të ndodhë në situatë nxehje. Dhe profeti alayhis salatu wasalam mori në konsiderat vetëm një shkallë të nxehjes që është iglaq. Iglaq do të thotë kur njëu e ka humbur fare. Pra kur ti thuash ti që orë zotni ti e ndave kur të kam ndar, jo vëlla thosë kam thonë.